Personat që pinë kafe turke duhet urgjent ta dëgjojnë këtë sekret, do ngeleni pa fjalë. Çdo anëvisë shqiptare përballet me mëdyshjen, sfida dhe punë. Përpara se të përballeni me këto sfida, tradita e kërkon gjithashtu edhe një filxhan me kafe turke. Shkencëtarët kanë kryer disa kërkime lidhur me jetëgjatësinë e njerëzve në zonat e Ballkanit dhe Mesdhehut, në përgjithësi të cilët pinë kafe turke ose siç njihet ndryshe, kafeja e bluar imët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kafeja turke, një histori intrigash politike dhe dashurie. Kafeja turke ka origjinën nga Kafa në Etiopi, megjithatë emri i saj vjen nga arabishtja, kava që përkthehet verë. Kafeja e parë është prodhuar në Yemen, ka shumë besimtarë që pinin kokrat e kafes të tretur në ujë për të qëndruar zgjuar gjatë lutjeve të tyre. Nga Yemeni në vitin 1517, kafeja rrugëtoi më pas edhe në Stamboll. Asa kohe Turqia zbuloi se kokrat e kafes mund të përgatisnin një pije vërtet të shijshme, që mund të jepte përfitime të mira për organizmin. E athët dhe me ngjyrë të zezë me anë të cilës mund të merrnin më shumë energji dhe të shuanin gjithashtu urinë e tepër gjatë ditës. Kafeja u bë preferuara e sultanit të madhërisëm, sultaneshave edhe gjithashtu të gjithë haremit. Sultan Sulejmani u marros shumë pas kafes dhe i dha asaj pije së zezë vulën perandorake. Turqit shpikën metodën e përgatitjes së kafes me xhezve. Ata i bluanin kokrat e kafes shumë hollë dhe i zjenin ato më pas në ujë. Fisnikët e oborit të sultanit e kishin kafen si kriter për të përzgjedhur gjithmonë nosen e mirë. Nëse kafeja që një grua shërbente ishte e bluar dhe e bërë mirë, atëherë ajo do të ishte një grua e shkëlqyer, thot legjenda. Kafeja e kthyer në një instrument edhe për vetë gratë. Legjenda thotë se nëse ato e servirnin një kafe të ëmbël, atëherë do të thotë se ato ishin vërtet të lumtura me atë që kishin zgjedhur dhe bashkëshorti i pëlqente. Por nëse kafeja ishte e hidhur, atëherë bashkëshorti i tyre nuk ishte i duri për to. Asa kohe, sipas të dhënave, një grua e martuar mund të kishte të drejtë të ndahej nga bashkëshorti nëse ai nuk sillte kafen në shtëpi. Shumë shpejt në të gjithë perandorinë otomane u përhapën gjithashtu kafenet e para, të cilat vite më vonë u shpallën gjithashtu edhe të paligjshme, sepse njerëzit qëndronin shumë më gjatë në kafene në këto vende ku sipas pionëve të oborit thureshin edhe kurthe, plane dhe gjithashtu rënien e pushtetit të sultanit. Në vitin 1656, ndëshkimi për çdo që kapej duke bluar kafe ishte kamxhiku dhe mbytja në det. Por si qëndron kafeja turke dhe sekreti i jetëgjatësisë? Në ishullin Ikaria të Greqisë, të gjithë banorët nisnin ditën e tyre me një kafe turke. Ky ishull gjithashtu njihet për popullsinë me jetëgjatësinë më të madhe të vendit. Kjo frymëzoi disa shkencëtarë të studionin efektet e kafes në mënyrën e jetëgjatësisë tek këta persona. 142 njerëz të grupmoshave të ndryshme morën pjesë në këtë studim. Shkencëtarët gjithashtu morën në konsiderat edhe faktorët e tjerë si gjinia, pesha, gjatësia, pirja e duhanit, sëmundjet e zemrës, gjithashtu edhe problemet e hipertensionit. Rezultatet e studimeve ishin gjithashtu edhe parësore të njerëzit që pinin më shumë kafe, sidomos kafen turke, kishin një performancë më të mirë shëndetësore dhe fizike. Këto qeliza kanë ndikim të drejtpërdrejtë edhe në enën dhe gjithashtu në shëndetin e gjakut të këtyre personave. Nëse ato nuk funksionojnë mirë, me kalimin e kohës mund të shkaktojnë bllokime të kapilarëve dhe enëve të gjakut, madje mund të shkaktojnë edhe humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme. Krahasuar me grupmosha të tjera të studimit, ata të cilët konsumonin kafe turke kishin një ndikim pozitiv më të mirë edhe në elasticitetin e arterieve të tyre.
Kjo do të pakson të shanset e shfaqjes së tensionit të lartë të gjakut, një nga faktorët kryesorë të ndërlikimeve të shëndetit dhe krijimin e komplikacioneve shëndetësore. Kafeja turke përmban dy substanca të rëndësishme, ato që njihen si kafestol dhe kaevolian, të cilat kanë vlera të mëdha të mira kundër inflamacioneve në organizëm dhe gjithashtu krijimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i kafes në dietën tuaj sipas ekspertëve mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Kryesisht, kafeja turke është një nga më të preferuarat. Kafeja turke mund të ketë vlera të mira në uljen e inflamacioneve dhe të shërbejë gjithashtu si antioksidant i fuqishëm i dobishëm në vlerat e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë ju e konsumoni kafen turke në rutinën e dietave tuaja, përgatituni të merrni të mirat e saj dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet të organizmit. Ekspertët shtojnë se kafeja turke është një nga pijet më të konsumuara në vend dhe gjithashtu më të preferuarat edhe nga të gjitha moshat. Kryesisht, ajo mund të shoqërojë edhe ditën tuaj duke e ndryshuar atë, sidomos edhe kur e ndani me të afërmit tuaj të dashur. Ekspertët thonë se pirja e kafes nuk duhet të jetë egzageruar në dietën tuaj. 1 deri në 2 filxhan kafe janë mëse të mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj dhe për të mos ndikuar negativisht në shëndetin tuaj. Tani që e dimë që kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore, të gjithë personat mund ta konsumojnë atë. Në video tona të shumta kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme që i kanosen organizmit tuaj. Por a kishit menduar ndonjëherë, cila është kafeja më e mirë dhe sa kafe duhet të konsumoni në ditë në mënyrë që të merrni përfitimet e saj dhe të parandaloni edhe komplikacionet që i kanosen organizmit? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një nga shoqërueset më të mira të përditshmërive të lodhshme. Vetëm kur jemi në lëvizje, mjaftohemi me kafen ekspres ose edhe me lloje të ndryshme të kafes të parapërgatitur. Madje, askujt nuk i ka shkuar ndërmend të zvendësojë kafen turke me ndonjë lloj tjetër të kafes. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres, njësoj si kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera në dobi të organizmit. Por ekspertët tregojnë se cilat janë ndryshimet midis kafes turke dhe asaj ekspres. Kafeja turke është ajo e cila ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerjen e tyre me ujë. Ndërsa kafeja ekspres kalon gjithashtu në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësi të rërës. Më pas, përgatitja e makinetave të ekspresit bën të mundur largimin e 2 mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestol dhe kaevolian, 2 mineralet yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët e tyre. Kush nuk mund të konsumojë kafe turke? Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto 2 minerale janë vërtet të dëmshme për organizmin e tyre dhe mund të ndikojnë gjithashtu në krijimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë në një zëri se kafeja është e mirë për organizmin për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda standardeve të rekomanduara ditore. Në rast se e teproni, atëherë përgatituni për anën negative të saj. Pirja e kafes turke te personat mund të rritë së dukshëm gjithashtu nivelin e kolesterolit me 10%, sidomos tek ata që kanë probleme me furnizimin e qarkullimit të duhur të gjakut në organizmin e tyre. Për sa kohë kafeja konsumohet me kujdes dhe brenda cilësisë së rekomanduar, përfitimet e saj do të jenë vërtet unike dhe gjithashtu të larmishme dhe me ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.